Mirëmbrëma, përshëndetje, si jeni? Faleminderit shumë për mesazhet. Shumë faleminderit. Ne jam shumë e lumtur që e keni përjetuar shumë mirë meditimin. Disa nga ju kanë pasur dhe çlirime. Shumë mirë. Disa nga ju e kanë lënë, kanë pas frikë. Kujdes. Nuk ka asnjë gjë për frikë. S'ka gjë që mpijet trupin, nuk ka gjë që ju merren mend. Ju merren mend shtrioni. Në të kaloj. Pastaj nga marrje mendsh, do futeni thellë në theta. Kështu që mos u dorëzoni, nuk ka asnjë gjë për frikë. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Është aq bukur. Është aq bukur. Kështu që mirëmbrëma të gjithëve. Edhe një herë. Jam shumë e lumtur, disa nga ju keni mundur të aksesoni në theta, në gjendjen e lumturisë totale. Dhe disa nga ju kanë akoma shumë punë. Shumë punë, por nuk dorëzohemi. Se kemi shumë punë, nuk do të thaj se kam shumë punë edhe po e lë fare. Pa pasur një problematik, nuk zhvillohemi, nuk rritemi. Pa pasur dhimbje, nuk kalojmë dot në paqe. Nuk e njohim dot veten tonë të vërtet. Të gjitha sfidat që ju keni janë aty për t'ju ngritur juve. Errësira që ju keni në jetën tuaj, diçka që nuk ju shkon siç ju dëshironi, apo në shëndet, apo në gjëra të tjera, është aty jo si mallkim, shikojeni si bekim, është aty që t'ju zgjoj juve, është aty që t'ju bëj të kuptoni që ju keni mundësi të kaloni në një tjetër nivel. Kështu që mos e shpërdoroni atë mundësi, çdo gjë jo të mirë, përdoreni për të zhvilluar, përdoreni duke pyetur ju veten tuaj se çfarë mund të bëjun më mirë te kjo situatë, si mund ta pastroj, ta shëroj, që mos të përsëritet më kjo situatë, dhe do ta shikoni që duke qenë të vetëdijshëm për çdo gjë, kaloni në tjetër energji. Kur kalojmë në tjetër energji, gjenerojmë tjetër jetë. Kur vendosim ndryshe, marrim ndryshe. Kur vendosim të njëjtat gjëra dhe rrim në të njëjtën linjë, do na vi e njëjta gjë. Kështu që jam shumë e lumtur për ju që jeni futur thellë. Ju lutem, mos keni frikë. Nuk ka asnjë gjë për frikë. Frika thjesht do ju mbaj në gjendje shumë të ulët, në vibrim shumë poshtë. Nuk do ju lejoj asnjëherë ju të jeni të lirë, asnjëherë ju të dilni nga zinxhirët. Duhet të dilni nga zinxhirët ku e keni futur veten, sepse frikën e lejojmë ne të na mposhtë. Nëse ne jemi më të mëdhenj se frika, nëse ne ato zinxhirët e hekur të fortë, të mëdhenj, i lejojmë të zmadhohen, ato do bëhen dhe më të fuqishëm. Nëse ne themi ato thjesht janë një fije peri, dhe unë mundem ta çliroj veten time, dhe doja dilni. Këtë do bëjmë edhe sonte në meditim.
nuk ka problem, për çfarë do i zhurma që keni në kokë, nuk prish punë, do t'i zhdukim avash nëse ju arrini të bëni sistematikisht këto që ju them unë. Nëse i bëni shumë rrallë, kemi goxha punë. Kështu që sonte kemi një meditim shumë të fuqishëm, siç po flisja për zinxhirët, për frikën, për çdo gjë, që juve ju ka mbajtur në vend numëror, që juve nuk ju lejon të lëvizni, keni frikë çfarë do mendojnë të tjerët, çfarë do thënë të tjerët, apo dhe frika të tjera të ndryshme që janë në trupin tuaj, duhet ti pastroni. Nëse nuk punoni me frikën, nëse i shmangeni, ajo do zmadhohet dhe juve do ju lej po në të njëjtin vend. Nëse ju bëheni trimëresha, bëheni të gjithë ashtu siç jeni, duhet realisht të aktivizoni atë trimëreshën brenda jush dhe si do të populli ta nxjerrni vetë gomarin nga balta. Nuk do vi askush t'ju shpëtoj, do e shpëtoni veten dhe do shikoni që ju pas keni pritur veten tuaj, jo të tjerët, pas keni pritur të aktivizohet ajo energji e fuqisë më të lartë brenda jush, që mund të bëni çdo gjë, mund të kapërceni çdo mal, çdo sfidë. Se këtu është e bukura e jetës. Ne nuk mposhtemi nga jeta. Ne marrim fuqi dhe çdo sfidë që na vjen e lejojmë dhe e kuptojmë dhe nuk zvoglohemi para sfidave, por e analizojmë atë sfidë me qetësi dhe vazhdojmë përpara të gjejmë pjesën se si të dalim nga kjo sfidë. Kur ne dalim nga një sfidë, ajo lumturia juaj, ai shpërthimi juaj, ajo vetbesimi juaj fillon edhe rritet. Kur ju gjeni zgjidhje diçkaje, edhe truri juaj, edhe zemra juaj, edhe shpirti juaj, edhe trupi juaj ju duart roket, ju uron dhe fillon gradualisht të pastrohet ajo frikë, ajo ndjenjë që ju nuk ja dilni dot, që ju po mposhteni nga kjo situatë. Kështu që ne sot në meditim do e fusim komplet mendjen, emocionet, trupin dhe shpirtin tek mposhtja e çfarë do lloj sfide që ju keni për momentin që doni ta tejkaloni. Tani në meditim do ta ndjejmë që po e tejkaloni, do ta ndjejmë si u keni marrë atë shpatën edhe po luftoni, sikur qëndroni drejt, jeni krenar, jeni të fuqishëm, sikur keni hypur në kale dhe po luftoni, po kalëroni. Imagjinojeni veten tuaj si do luftonit ju me plot forcën, sikur keni krah. Realisht sikur keni krah edhe fluturoni, ngriheni lart edhe situata dhe çdo gjë tjetër nuk ju mposht dot, por e mposhtni ju. Dhe prandaj dua që në pjesën e parë kemi frymëmarrjet, duhet i bëni frymëmarrjet, mos me tejkaloni frymëmarrjet, mos bëni hile. Në pjesën e dytë kemi një muzikë që do ju përgatis
në diçka jo të mirë, në atë situatën, është një muzikë shumë e bukur që do ju ndihmoj të futeni atje te skutat, atje ku janë bllokimet, në pjesën më kryesore, do thoya unë, është muzika shumë intensive. Prandaj e dua muzikën dhe e përdor muzikën për t'ju ndihmuar të emocionoheni, për t'ju ndihmuar ju të bëheni njësh me atë muzikë edhe të ndjeni çdo gjë që ka ajo muzikë brenda, për t'ju ndihmuar ju të pastroheni ju brenda jush çdo emocioni që jeni të varur. Pra, me këtë muzikë do luftojmë frikën. Kjo është muzikë e guximit, është muzikë e forcës, është muzikë e fuqisë tuaj. Dhe duhet ta ndjeni, duhet të futeni tek muzika, të ndjeni çdo tingull të kësaj muzike. Sigurisht të lidheni dhe me zërin tim që do ju ndihmoj të hyni dhe të shkëpusni zinxhirët, çdo gjë që ju mban që nuk po ju lejon të shëroheni apo të arrini aty ku dëshironi ju. Kështu që vetëm ndiqeni, futuni sa më thellë, mos mendoni për asnjë gjë. Edhe nëse truri juaj ju çon në vende të tjera, ju riktheheni me frymëmarrje, marrim frymë, nxjerrim frymën dhe rikthejmë trupin atje ku e duam ne. Është e vështirë në fillim sepse trupi nuk është mësuar të meditojë. Mendja ajo e jo. Mendja është aktive gjatë gjithë kohës, të prodhoj sa më shumë mendime. Kjo është puna e saj. Ne duhet ta pastrojmë, ta ndihmojmë të çlirohet dhe të mendojmë ato mendime që ne duam, t'i selektojmë. Ne mundemi t'i selektojmë mendimet tona. Nuk kemi pse të shkojmë në autopilot dhe të ndjejmë dhe të gjenerojmë një të gjë, ndjejmë dhe të gjenerojmë një të gjë, ndjejmë dhe të gjenerojmë një të gjë. Unë nuk e dua më këtë gjë. Nëse nuk e doni më këtë gjë, do punoni te kjo gjë që nuk e doni. Nuk punoj me mlef, nuk punoj me inat, nuk punoj me mërzitje pse s'po ndodh, çfarë po ndodh, çfarë po bëj gabim. E pyesim dhe veten çfarë po bëjmë gabim. E pyesim edhe intuitën ton çfarë po bëj gabim. Dhe dëgjojmë, dhe ndjejmë. Nuk është e nevojshme të futemi në theta state që ta marrim përgjigjen. Ka përgjigje. Sa herë e shikoj pyes diçka, e marr përgjigjen shumë shpejt, qoftë edhe nga ana mentale, nga ana emocionale, apo dhe nga ana shpirtërore. Ajo është përgjigja. Kështu që në pjesën e fundit pastaj është muzika shumë e bukur, muzika e parajsë, si them unë, është me të vërtet në frekuencë shumë të pastër, dhe do ju ndihmoj që ta ndjeni atë dashurinë, atë lumturinë, atë jetën që ju dëshironi, atë paqen, atë faljen. Se s'bë, ju duhet që ta ndjeni. Që kemi atë luftën e duhur, mendjen, emocionet edhe shpirtin. Në fillim, pa e projektuar mendjen ton, t'i themi, si thuash, trupit ton, mendjes, ati do thoja, do trajnojmë si një kafsh. Ullu, si themi qenit, ullu, jo ashtu, jo kështu. Do ta ulim veten, do ta shikoni veten, sikur keni edhe një trajner tjetër që po prap jeni ju, dhe do ta detyroni në fillim veten të ulet. Nuk keni zgjedhje tjetër. Do ta detyroni të ulet, edhe pse do filloj jo më kryet këtu, jo më dhëm këtu, jo
kam të emailin, po kam të emailin, po kam këtë, po më tha ky kështu, ma bëri kjo kështu. Lloj mendimesh. Prap s'ka gjë, filloj me frymëmarrjet, e qëndërzojmë veten, e ndjejmë vendin ku jemi ulur, përdoreni këtë, ndjeni vendin ku jeni ulur. Ndjeni hapësirën e dhomës ku jeni. Ndjeni hapësirën që zë, për shembull koka juaj, barku, mbajmë vëmendjen te barku, mbajmë vëmendjen te zemra, që të kthehemi në atë qetësi, në ato valë që neve na duhet për të arritur atë që ne kërkojmë aq shumë. Kështu që ky është kusht. Ky është kusht. Jo po se bëj dot, jo po e bën, jo po nuk e do mjaftueshëm. Do të ndryshosh, ke dëshirë të ndryshosh, apo e ke vendosur të ndryshosh, se janë dy gjëra shumë të ndryshme. Kur thjesht kemi dëshirë, do ta shtym, do ta lëm, se kam për të shkuar të bërë pazar, më doli dhe kjo puna, kam të telefonate, pastaj lodhet trupi, kur shkoni për të medituar, do fleni gjumë. Se e lini shumë vonë ndonjëherë. Nësa kur jemi të vendosur, unë jam e vendosur, unë jam i vendosur, dua ta ndryshoj jetën time. Dua diçka tjetër. Çfarë do i gjej që tjetër? Dua të shërohem. Dua të kuptoj se për çfarë jam këtu. Dua të kuptoj çka kam ardhur unë të bëj këtu. Nëse nuk të jep kënaqësi puna që bën. Nëse nuk je i lumtur. Çfarë do më lumturoj mua? Duhet të fillosh punën, ta gjesh çfarë është ajo që do të lumturoj ty dhe ta bësh. Dhe kur ta gjesh këtë gjë, dhe kur ta pranosh këtë gjë, dhe kur të mos të interesoj se çfarë thojnë të tjerët për atë gjë që ty të pëlqen, që është zemra jote, atëherë, kur të vendosësh ta bësh atë gjë, do ta shikosh që të vinë mrekulli, nga të gjitha anët, nga të gjitha anët. Nuk do e kuptosh se nga po të vinë. Ajo lumturia, ajo paqja, ajo dashuria, që ju të gjithë, që ne të gjithë kemi brenda vetes, do ju shëroj, por ju duhet ta aktivizoni, do ju udhëzoj, do ju drejtoj atje ku ju duhet të jeni, me kë duhet të jeni, dhe do ju jap atë jetën, mos them edhe më mirë se çfarë keni ndëruar ju. Ajo energji e pastër, ajo dashuri e lartë nuk don askënd që të ruaj nga asnjë drejtim, qoftë fizik, emocional, mental, shpirtëror, apo dhe qoftë edhe financiar. Kur na ka krijuar krijuesi, na ka krijuar në bollëk, në shëndet, në harmoni, dhe na i ka dhënë të gjitha mjetet e duhura që ne t'i arrisim këto. Por nga ana tjetër duhet dhe puna jonë. Duhet ne këto mjetet t'i aktivizojmë. Ne këto mjetet t'i përdorim. Nëse nuk i përdorni, nëse rini në negativizëm, çfarë do lloj sfide të jeni duke kaluar. Ka sfida, ka momente ku njerëzit
edhe njerëzit që punojnë me veten, dhe njerëzit që meditojnë, dhe njerëzit që trajnohen, dhe kanë arritur një nivel të caktuar shpirtëror, fizik, emocional, mental, të një fuqie të caktuar, kanë sfida. Kështu që këto sfida mund t'jenë 2 javë, mund t'jenë 2 muaj, mund të jenë 1 vit, por ama, mbasi të mbaroj kjo sfidë, do ta kuptoni që ajo ka qenë aty për të gjetur ju zgjidhjen e duhur, dhe do ta gjeni zgjidhjen e duhur. Jini të gjithë të durueshëm, vazhdoni të qëndroni në zemrën tuaj, mos e prishni zemrën tuaj, se nuk e dini se ku është mundësia e artë. Me këdo dhe me çfarë do, nuk e keni iden ndonjëherë se vetëm një fjalë e thënë gabim mund t'ju kushtoj jashtë mase shumë, nga një person, nga diçka që nuk mund t'jetë për momentin në vendin e duhur, por që kur të arrisë atje, do kishte mundësi t'ju ndihmonte pafund. Mos zgjidhni asnjëherë të keqen. Zgjidhni gjithmonë të mirën. Edhe kur situata mund t'ju duket që është në disfavorin tuaj. Edhe kur situata mund t'ju duket që ky person po bën hile, po bën gjërat jo të duhura me ju, duhet të kuptoni, të pastroheni, të thoni, të flisni, të mendoni, të ndjeni gjithmonë pozitivisht. Kam pasur raste shumë të ndryshme, shumë dhe të ngjashme, ku qoftë edhe për një fjalë, çdo gjë është kthyer mbrapsht. Çdo bekim që ka pasur për t'ju ardhur është kthyer mbrapsht. Ju nuk e shikoni të gjithë pjesën, ju nuk e shikoni të gjithë puzzle-in. Ju zgjidhni lëshimin, mirëkuptimin, rritjen, mos zgjidhni hakmarrjen, të keqen. Sepse bllokoni bekimet tuaja. Është thjesht një test për të gjithë ne. Për ata që janë në vështirësi, për ata që janë në vështirësi, nga këta njerëz që janë në vështirësi, kuptojeni, është test. Po testoheni nga diçka shumë herë më e madhe. Dhe kush ka besim te kjo gjë, te kjo dritë, kaq e madhe, do shpërblehet, do shpërblehet aq shumë. Edhe unë kam sfida, edhe unë kam gjëra jo të mira që më ndodhin në jetën time, por nuk zgjedh t'i marr
nga ana negative, por nuk i kthej njeri shpinën dhe nuk zjedh hakmarrjen. Mos i bllokoni bekimet tuaja, janë nisur, janë rrugës, durim, bestim. Mos rini duke pritur ndërkohë, lëvizim, lot energji, fuqi, dashuri, harmoni. Dhe çfarë do nxjerrim jashtë, do e marrim prapë mbrapsht. Gjithmonë. Kështu që nëse nuk doni të merrni mbrapsht gjëra jo të mira, mendohuni një herë çfarë jam duke bërë, çfarë jam duke komunikuar, çfarë jam duke përçuar, çfarë jam duke nxjerrur jashtë. Prandaj vjen mbrapsht, edhe unë se duroj dot e mërzitem e se kuptoj, por ndërgjegjësimi i duhur. Puna me veten do ju ndihmoj të jeni të vetëdijshëm edhe të merrni frymë thellë edhe të mos e thoni atë gjën e keqe që mund të bëheni shumë pishman edhe mund të bllokoj bekimet tuaja. Po i bllokoni vetë bekimet tuaja. Kështu që siç e bekuam mbrëm trupin, do e bekojmë edhe sonte trupin, zemrën, mendjen që të pastrojë çdo informacion negativ, do bekojmë çdo njeri që nuk po shkon aty ku duhet, nuk po na hecën, nuk po merremi vesh. Do e bekojmë çdo situatë, do e falim dhe do shikojmë se si ta pastrojmë, si ta lejojmë të shpërbëhet nga errësirë të kalojë në dritë, nga diçka sfiduese për ne të kaloj në zhvillim, të kaloj në atë bekimin që ne duam, por nuk e bëjmë punën që të vi. I duam bekimet, por nga ana tjetër jemi një çik nuk i lejojmë, i duam, jemi çik kokfort, jemi çik më ndjem dhejnë, jemi çik arrogant. Marrim frymë dhe pastrojmë veten, gjejmë zgjidhje dhe zgjidhja është gjithmonë në harmoni, në dashuri, në falje, në qetësi. Kjo hap portat e bekimeve më të mëdhaja. Mendojeni kur ju ka shërbyer ndonjëherë e bërtitura, e nervikosura, fjalët jo të mira, ofendimet, kërcënimet, të gjitha gjërat. Kur ju ka shërbyer ndonjëherë ju apo atij person? As nuk do t'ju shërbejnë ndonjëherë. Vendosni që sonte çfarë do lloj jo të mire të ketë bërë dikush në situatë, diçka. Unë e lëshoj, unë e fal
të më falin edhe ata mua, se nuk kemi kështu të kulluar. Nuk ka njëri të kulluar. As një, as unë, as njëri. Po kemi ardhur në trup njerëzor, që vështirë të jemi të kulluar, perfekt, por jemi gjithkohës duke u zhvilluar, duke ecur, duke e kuptuar veten, duke e kuptuar të tjerët, duke lëshuar, duke bërë diçka më mirë, diçka më mirë, diçka më mirë. Mos e torturoni veten nga ana tjetër kur bëni gjëra që nuk duhet i kishit bërë, apo thoni gjëra që nuk duhet i kishit thënë. Faleni veten, faleni dhe tjetrin, dhe herës tjetër do bëj më mirë. Herës tjetër kur të vi dikush, të ndodhi një situatë, diçka, do i gjejmë zgjidhjen, do presim, do vi nga kjo situatë, do e themi, nga kjo situatë më e mira do dali edhe për mua, edhe për atë person tjetër. Nga kjo situatë do vi më e mira. Nga kjo situatë do vi më e mira. Më e mira do bëhet. Çfarë do i gjeje që jeni duke e nxjerrur, to e merrni mbrapsht. Jo më kot në anglisht quhet spelling, magji, spell. Sepse ne kemi në dorë jetën, kemi në dorë edhe vdekjen. Ne gjuhën tonë. Kështu që zgjidhni me mençuri, zgjidhni me mençuri, mos komunikoni keq, kthehet mbrapsht tek ju. Mos mendoni keq, prap do ju lej stak, do ju lej të bllokuar aty. Mos veproni keq. Nuk do ju ndihmoj. Përkundrazi, do ju sëmor. Kështu që sonte, meditimin, unë nuk po them të heshni, unë po them të kuptoni, unë po them të lejoni njerëzit të shprehen, gjithashtu shprehemi por pa e quar në një vend veten, pa e ulur shpirtin tuaj, pa e sëmur shpirtin tuaj. Nuk heshtim, nëse ne heshtim kur duam të themi diçka dhe e mbajmë veten me zor, ne do ta sëmurim veten. Unë po them të bëjmë diçka me zor. Unë po them të vetëdijsohemi, të kuptojmë. Prandaj është meditimi, të kalojmë në val. Siç janë këto dizat që bien tu që ja u kam vendosur, të kalojmë në val qetësie, në val shërimi, në val dashurie, në val harmonie, dhe nuk të prek ai person, nuk të prek ajo situatë. E mendon lart, ti je lart, ajo është poshtë, shumë herë më e vogël se ty, dhe ti e menaxhon ndryshe atë situatë. Nuk ka pse të heshni, kur diçka nuk është ashtu siç ju mendoni, do ta thoni mendimin tuaj, ama dhe ai tjetri e mendon ndryshe. Ai tjetri e ndjen ndryshe. Ne nuk duhet të detyrojmë të tjerët se si të ndjen, o kështu është mirë se kështu e mendoj unë. Kjo është kontroll. Çfarë do i gjej që do përpiqeni të kontrolloni, do sëmurni veten tuaj, do jeni shumë të bezdishëm dhe do i largoni nga të tjerët. Unë nuk kam nevojë të kontrolloj njeri. Unë kam shliruar veten time nga të gjitha ato, unë mendoj kështu, është kështu, e të gjitha të tjera duhet të mendojnë ashtu siç mendoj unë, ndryshe unë s'merrem me to, ndryshe unë s'flas me to, ndryshe unë do zihem me to. Ti e mendon ashtu, unë nuk e mendoj ashtu. I gjithë respektin, ti s'më detyron dot mua, unë s'e detyroj dot ty. Kuptojeni.
lëshojini të tjerët, merrni, zhvilloni veten, falini që të ecni përpara, pa i falur, pa haruar të shkuarën. Nëse qëndroni vetëm në të shkuarën, s'keni qenë të rrezi. Në të shkuarën, ju do gjeneroni dhe do rigjeneroni të njëjtat bllokime. Do kaloni në depresion. Nëse jeni vetëm në të ardhmen stresuese, do kaloni anks. Prandaj janë njerëzit në gjendje anksi, pa asnjë arsye, se kanë mendjen çfarë do ndodhi nesër, e kanë mendjen çfarë do haj nesër, e kanë mendjen çfarë do bëj nesër, e kanë mendjen si do mbijetoj nesër. Dhe brenda në subkonsciencën tuaj gjenerohet ky emocion, gjenerohen këto mendime, gjenerohen edhe në nivel shpirtëror, edhe trupi çfarë bën? Kalon në gjendje anksi. Në gjendje anksi. Gjendje anksi është kur ju jeni në të ardhmen që s'ka ardhur akoma, që i thoni vetes, bobo, çka ka për të bërë, bobo, jemi në panik. Por jeni në depresion, jeni duke jetuar në të shkuarën. Kur i kemi të dyja, jetoni në të shkuarën, po jetoni në të ardhmen. Në të tashmen, që është meditimi, që është pikërisht tani në këto momente, nuk jeton njeri. Jo, do e mësoj të jetoj në të tashmen. Kur jetojmë në të tashmen, truri jonë funksionon ndryshe. Truri jonë jeton ndryshe, truri jonë merr frymë ndryshe, merr tjera informacione, është i qetë, është i relaksuar, nuk po na sulmon njeri, nuk po ndodh asnjë gjë që të duhet të futemi në atë gjendjen e vetëmbrojtjes. Kështu që jetoni në të tashmen, meditimi është në të tashmen, prandaj them unë, marrim frymë dhe mbajmë momentin e trupit ku jemi ulur. Dhe kjo nuk bëhet shumë. Se s'po hyjum, se s'po bëj dot, do kohën e vet, çdo gjë do kohën e vet. Zoti për ta krijuar tokën desh të kohën e tij. Nënat duhet ta mbajnë fëmijën 9 muaj në bark, se bëjnë tot për 2 ose për 3. Një pallat nuk ndërtohet dot. Dua ta ndërtoj unë sot edhe paktën duhet 2 deri në 3 vjet, varet nga fondet edhe nga njerëzit që do ta ndërtojnë atë pallat, çfarë energjie ka dhe ai person që e ndërton, apo dhe karmat, pastaj mos hyj mos thell. Kështu që do kohën, ashtu siç keni marrë kohë për të sëmuar, pa vetëdijshëm ose vetëdijshëm, ashtu siç duhet të merrni kohë për ta shëruar veten, për ta çuar në një vend tjetër, në një realitet tjetër. Por nuk ka për të ardhur po sot çuat ju. Nuk ka për të ardhur me të reqi. Ka për të ardhur kur ju të shëroni mendjen, të shëroni emocionet, të shëroni trupin dhe këto follow, këto të ndjekin me ndryshimin e realitetit tuaj. Kështu, do fillojmë meditimin nëse nuk keni pyetje. Do shpjegoj njërë shumë shpejt se që do bëjmë në meditim, sepse në vase se kanë dëgjuar të gjithë. Meditimi sotshëm është për të çliruar veten tuaj nga frika, nga ajo që ma zvogloni veten, është për të përballur ju me atë pjesën e trimërisë tuaj, t'jeni ta fusim brenda nesh, brenda trupit trimërinë, pjesën që kemi vullnet, që kemi guxim, gjithë guximin, duaj gjithë guximin e mundshëm që mund të ndjeni
kur të vi ajo muzika e luftës, do thoja unë, thërë si muzikë lufte, shumë e bukur, shumë muzikë emocionuse, gjithë guximin ta ndjeni brenda jush. E vizualizojeni veten si të keni ju dëshirë, si për kalit me shpat, maj malit, si për duke ngjitur malin, çdo që vizualizojeni si të dëshironi ju, jeni në një film të bukur, edhe regjizori, edhe aktori, edhe skenaristi, jeni ju. Kështu. Sfidat nuk bëhen më të fuqishme kur ne pastrojmë energjinë, por ne jemi shumë herë më lartë dhe trurit tonë mund t'i duken sikur janë më të fuqishme, por niveli juaj shpirtëror, sepse ka të bëjë me energjinë, niveli juaj i energjisë është shumë herë më lartë. Ajo që ti ke është diçka brenda teje, një bllokim që ndodhet në anë të majt, Megi, në anë të majt, të pjesës së trurit. Edhe sa herë që ti avancon, brenda teje ke bindjen, është goxha, është godet 93%, ke bindjen që sfida do vinë më të mëdha, do goditesh edhe më shumë, do goditesh edhe më fort, do jenë më të fuqishme dhe ti e lë punën me veten, se do kam frikë, pa le çfarë më vjen. Është bllokim edhe e ke në kokë. Ne ke në kokë. Të është thënë nga një person i familjes që është femër, edhe ke në ndërgjegjen tënde edhe në nivel shpirtëror, por që kaq mund të flasë për momentin. Kështu. Nuk ka kaluar, është akoma në subkonsciencën tënde. Pyet në meditim. Nuk të ka kaluar. Kemi pyetje të tjera? Duhet keni plotësisht syrin e tretë të hapur që të arrini të shikoni bllokimet. Janë disa bllokime që mund thoni e kam pastruar, e kam hequr, por është brenda në trupin tuaj, është brenda në nivelin shpirtëror dhe nuk kalojnë aq kollaj sa mendojmë ne. Duhet pak më shumë punë, duhet pak më shumë orë meditative, duhen disa praktika të tjera që mësohen në futjen më thellë të asaj bllokimi, që ta tregon vetë ndërgjegja jote, futemi në ndërgjegje dhe ta tregon vetë ndërgjegja jote ku e ka marrë atë bllokim, ku e ke dëgjuar atë bllokim, e të shfaqet imazh, të shfaqet edhe zë, edhe të tregohet ty se kush ta ka thënë, në çfarë moshe ke qenë, kur e ke marrë, edhe si ta pastrosh, sepse fillon e mpihet pasaj pjesa, prandaj u trembni kur ka mpirje, kur ka dridhje, kur ka marrje mendsh, mos u trembni. Unë prandaj po i bëj meditimet dhe frymëmarrjet që ju të më aksesoni tek pjesa e bllokimeve dhe të arrini të pastroni diçka, mos meditoni kot 40 minuta, edhe hajt, meditojmë për qef, meditojmë për t'u pastruar, meditojmë për t'u shëruar, meditojmë që t'arrim brënda nesh, të ketë dritë, ato bllokimet të zhduken dhe ne të kemi atë qetësinë, atë harmoninë natyrale, dhe mos ta kemi të sforcuar, mos ta kemi s'duhet ta bëj këtë se e di që s'duhet ta bëj këtë, po të vi e lindur ajo, të vi natyrshëm,
jo se duhet. Çfarë do i gjeje me duhet do ju bllokoj. Çfarë do i gjeje që vjen natyrshëm, është natyrshëm, do e kuptoni që do ju pastroj, do ju çoj në një tjetër nivel. Syri i tretë kuptohet kur hapet ose kur pastrohet, sepse ti shikon gjëra edhe të kaluara, edhe të së ardhmes, edhe shikon e bllokimet e tua, bllokimet e të tjerëve. Syri i tretë është energji shumë e lartë, është energji shumë e bukur. Syri i tretë aktivizon me njëherë dimensionin e 4, dimensioni i tretë është toka, mam, jemi ne. Kini kujdes, dëgjojeni mirë këto informacione se nuk i gjeni gjithandej. Dimensioni i tretë është toka, mam, është toka. Dhe jemi ne në dimension tretë, ne flasim, komunikojmë, lëvizim. Unë duhet qohem nga këtu të shkoj e zëm në dyqan, duhet të lëviz unë që të shkoj t'i marrë. Dimensioni 4 është parajsa, është drita që them unë, është paqja, është harmonia, është ndërgjegje shumë me lartë. Këto vogëlsirat këtu më tha ky këtë, më bëri ky problemi, zhduken me hapjen e syrit të tretë. Në fillim do ju vi emocioni, do ju vi jo të gjithë absolutisht mund ta kenë pjesën e syrit të tretë të hapur kollaj. Disa e kanë shumë e vështirë, por disa kanë mundësi që të hapin ndjeshmërinë, që ta ndjejnë dimensionin e 4, që ta ndjejnë paqen, harmoninë, lëshimin. Këto gjëra nuk janë gjëra që mua më ndikojnë, janë gjëra shumë të vogla dhe unë vazhdoj me zhvillimin tim edhe me atë çfarë kam ardhur këtu për të bërë. Kështu që syri i tretë ka punë, jo se nuk hapet, por duhen praktikat e duhura, edhe nuk ka asnjë gjë për frikë. Në momentin që ju keni frikë, syri i tretë nuk hapet. Kush ka shumë frikë, nuk hapet, sepse ju ruan. Kush është çik më trimëresh, unë nga natyra nuk kam frikë. Jam shumë, duhet në një gjë shumë e madhe të më frikësoj mua. Jam njerëzisht çodite ndonjëherë. Si mashkull për nga frika, dhe e kam arritur të hap syrin e tretë sepse nuk kam pasur frikë. Edhe pse unë jam trembur dhe pastaj është mbyllur, pastaj më është dashur çik më shumë kohë, më shumë praktikat e gjata që ta rihap syri i tretë, si thua, këtë prap besim tek unë që unë nuk do kaloj në një problem mental, që të arri të kem fuqinë e duhur, komplet atë trimërinë brenda meje, që çfarë do gjë që unë shikoj, të më duket më së normale. Sepse siç janë milingonat në dimension të parë, milingona s'ti flas sa të dua unë, milingona s'merr vesh mua, nuk ka të marr vesh ndonjëherë, mos kalo këtë lutem se të kaloj unë. Siç është dimensioni 2, që janë kafshët e tjera, dhe siç është dimensioni 3 që jemi ne, është dhe dimensioni 4, është dhe dimensioni 5, është dimensioni 6, kemi punë me dimensione. Kështu që siç nuk kupton mua milingona, i bie që dhe truri jon e ka pak të vështirë të kuptoj dimensionin e 4. Dhe derisa updatohet ai informacion, derisa ta kuptojmë, derisa ta lëshojmë, derisa mos kemi frikë, derisa ta kuptojmë që është atje për të na ndihmuar, nuk është atje për të na trembur, ne është atje për të na dhënë informacion, nuk është atje për të na poshtur, për të na mbuluar, për të na
për të na bërë lëmsh, është atje për na dhënë informacion. Atëherë do kemi një nga dhuratat më të bukura, do thëja unë, të dhuruarave nga vetë krijuesi. Është shumë bukur. Edhe sa më të guximshëm t'jeni, aq më shumë do të përparoni. Si dhe në çdo gjë tjetër, edhe në fizik. Ju duhet t'jeni të guximshëm, të guxoni që të zhvilloheni, që të keni një jetë tjetër, që edhe ata më të guximshmit kanë bërë biznes, kanë ndryshuar jetën e tyre. Ata që s'kanë pasur guxim, kanë ndetur, nuk kanë avancuar shumë. Zgjedhja e tyre ose frika e tyre i ka lënë që t'i mposhtin dhe nuk kanë zgjedhur ta luftojnë frikën. Dhe të bëjnë ta kuptojnë që janë ata shumë herë më të mëdhenj se sa frika. Është shumë bukur. Shumë bukur. Syri i tretë është informacion në vete, është praktik në vete që zhvillohet për ta hapur, është jashtëzakonisht shumë bukur, vetëm se do kohë do dhe njerëzit e duhur, sidomos t'ju udhëheqin tek ndizet dritën 4, por edhe të gjitha është shpjeguar shumë mirë. Syri i tretë janë dhënë praktikat e duhura për ta hapur syrin e tretë, edhe ju udhëzoj për çdo gjë që duhet dhe nuk duhet, njësoj si veten time. Kështu që kush ka dëshirë për të avancuar më shumë, ne fillojmë ndizet dritën 4 me 28, pra të hënën, edhe se jo jemi 6 javë bashk, 3 herë në javë meditim, trajnim, mësime të niveleve të larta, si nga ana shpirtërore, si nga ana emocionale, mentale, si çdo gjë që ju duhet për t'i vendosur ato mjetet që ju ka dhuruar krijuesi që të ndryshoni të ardhmen e tuaj. Kështu. Tani, faleminderit shumë për pyetjet. Faleminderit shumë që qëndruat me mua, vazhdoni qëndroni me mua, se kemi meditimin, edhe do ta bëjmë ullur meditimin. Ska që për prandaj Olta është zhdukur. Nga frika, kur kemi frikë, ne shkojmë në nivelet më t'ulta, në emocionet më t'ulta. Kur kemi frikë, gjithashtu aktivizohet komplet pjesa frontale këtu, edhe aktivizohet pjesa e analitikës. Dhe kur ne jemi analitik, jemi në 3-dimensional, dhe ajo fiket, shut down. Nërsa kur ne nuk e lejojmë atë analitikën, si që do ta lejojmë tani në meditim, nuk ka analitik, ishini këto barierat, gjërat. Tani jemi në meditim, tani jemi në zhvillim, tani jemi duke rritur ndërgjegjen tonë që pse jo të hapim në dimensionin e 4 dhe nga ai dimension pastaj lëviz shumë lehtë në dimensionin e 3, e gjen shumë lehtë përgjigjet, rrugën, të gjitha gjërat. Jo se nuk ka sfida, ka sfida, por nuk do ju mposhtin dot. Sa do që të mundoheni ndonjëherë të hapni me zorë dhe se ta shohni një herë, se ta bëni një herë, nuk ndodh ashtu, ndodh kur ju lëshoheni. Ju surrender, dorëzoheni. Totalisht. Që dorëzimin e kemi në pjesën e 3 të fundit të meditimit. Le të fillojmë tani me meditimin.